Mos i neglizhoni gabimet që bëni sa herë sëmureni me gripë dhe si ta kaloni sa më lehtë. Kur sëmureni, dëshira për të shpëtuar prej saj është më e madhe dhe na shtyn drejt gabimeve që kanë efekte të kundërta. Në këtë video, sipas Healthline, do të mësoni për gabimet që duhet të shmangni kur jeni sëmur. Anashkaloni pushimet. Trupi plogështohet kur është sëmur dhe i shtretohet edhe një shtërrim i energjisë. Trupi ka nevojë të pushojë në mënyrë absolute. Anuloni të gjitha planet dhe jepini vetes kohë për të ndjerë më mirë. Injoroni simptomat. Simptomat e gripit dhe të ftohjes janë të pakuptueshme, ndaj duhet të tregojeni të kujdesshëm edhe me simptomat që ato shfaqin. Flini si duhet. Pagjumësia mund të lidhet me rritjen e problemeve të cilat lidhen edhe me gripin. Merrni antibiotikët vetëm në mbikëqyrjen e mjekut. Dhe gjithashtu konsumoni sa më shumë lëngje dhe ushqeni si duhet për të evituar gabimet që mund të zgjasin edhe problemin tuaj.